Faleminderit shumë, kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë deputet. Shiqoni, është problem politik, pak për relaks, dorën zemrës se përdi që jeni të ngarkum gjithë, edhe në orë vonat natës edhe në vendimarrje sa për t'i hedhur hije syve qytetarëve. Kësaj përgjegjësie nuk mund t'ikni, as kryeministri dhe çdo njëri që e ka pas mundësinë me zgjedh presidentin e ri të vendit sipas afateve kushtetuese. Pasi kemi mri në afatet kushtetuese dhe dikuj ju ka kujtuar ashtu siç ju ka kujtuar shpesh herë që t'jeti vënuar në proceset më të rëndësishme historisë së re të Kosovës, edhe këto amandamente tuaja e kanë logjikën e njëjtë. Sot, kur po flasim për këto amandamente, asnjë antar i gjykatës kushtetuese që ka bërë vlerësimin e tyre nuk është në detyrë. Po, asnjë deputet që ka punuar në dy komisionet, ndoshta ka qenë Albolena, s'po më kujtohet në njërin prej komisioneve, po nuk është as deputet, edhe as nuk është në detyrë. Pse po e them këto? Këto po e them ashtu siç është logjika e thirrjes së kësaj seance, edhe mënyrës së dërgimit të këtyre amendamenteve. Edhe të flasim hapër të tregojmë qytetarëve të Republikës së Kosovës a janë bërë në presion politik ndaj presidentes së vendit, a është lojë e juja sa për të shtyrë edhe këto orët e fundit të afatit kushtetues, apo fshihet diçka tjetër që të na futin në një krizë kushtetuese dhe të arsyetohej, ose më mirë të them, kryetare mos manel fjalën, ti mashtroni qytetarët se dikush po tenton t'ju bllokoj për më ushtru mandatin e juaj kushtetues edhe ligjor në Republikën e Kosovës sipas rezultateve të fundit zgjedhore. Kjo çka po bëni sot nuk i ndihmon as demokracisë edhe as jetës parlamentare. Edhe këtë e dini shumë mirë. Mas mirë të e din Albin Kurti që ju ka kujtuar për mi sjell këto amandamente. Mes mirë të e din kë. E din edhe qëllimin, e din edhe prapavin, por e din edhe pasojat, se këto kanë pasoja. Nuk janë këto veprime që po i merr një sot pa pasoja. Nuk jam ka them këto që o kam pëlqen si opozitor. Po e them që ka i dham qytetarit edhe duhet që edhe neve na prekten në ndërgjegje këto veprime të cilat ju po i bën edhe jeni shumicë kuvendore. 2 javë detin i sill thujse nuk po ndodh asgjë në Kosovë. 2 javë det, 3 javë det prej mandatimit të qeverisë jeni sjellur që do ta kemi zgjedhjen e presidentit, po asnjë problem kushtetues. Pse? Për logjikën e një individi, për dëshirën, për vullnetin e tij, ndoshta edhe të lexu shumë Albini histori, ju ka kujtuar se si Ahmet Zogi e ka shndruar Republikën parlamentare me ndryshime kushtetuese, e ka kthyer në monarki. Edhe është bën mbret. Kjo nuk mundet me ndodh. Nashta mundet me ndodh këtu me votë, edhe me këtë mënyrë të thirrjes së seancës. Por populli i Kosovës, edhe qytetari i cili ka vujt shumë për liri, pavarësi, po mbi të gjitha për demokraci, tini bindu si s'ka me lejuar. Nuk ka me leju, ndoshta mundet me ju toleru edhe pak, por me leju, nuk ka me leju. Tërheqni këto amandamente, mos e bëni prallë veten edhe kuvendin e Kosovës, mos tregoni diçka të cilën edhe ju e dini që është e pamundshme, edhe tendencën për të sfiduar ata të cilët e kanë promovuar gjithmonë zgjedhjen e presidentit në mënyrë të drejtë për drejtë nga populli i Kosovës. E mund të flasim atëherë për sistemin demokratik vend, qoftë presidencial, parlamentar, gjysmë parlamentar e çfarë të doni. Kjo tendenca për mi sfidu të tjerët se kush është pro zgjedhjes, se kush është kundër, të lidha demokratike edhe të deputetët që besoj që e dojnë këtë vend edhe kanë punuar gjatë për këtë vend, edhe mendojnë të punojnë, të angazhohen gjatë për këtë vend, atë sa dinë, atë sa munden, në interes qytetarëve nuk ndodh.
Kështu që e keni gabim, këtë e ka kuptu çdo kush, e ka kuptu edhe qytetari, e ka kuptu edhe ajo laiku që e lexon normën kushtetuese, edhe gërmen kushtetuese, dhe kjo është e pa pranueshme, është edhe pa tolerueshme. Andaj, mos e bëni dëm këtij vendi për teke personale edhe individuale. Lënë mundësinë mu zhvillu demokracia, po demokracia ka kufizime. Nuk është një fush ku çka do merr edhe çka do mundesh me lanë. Faleminderit shumë.